أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Çdo lëvdat dhe çdo falënderim i takon vetëm Allahu te bareke ve teala, vetëm Allahut i bindemi dhe i nënshtrohemi, ndërsa përshëndetje dhe salavatet e Zotit te bareke ve teala të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhammedi alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm, do t'i ndajmë disa çaste me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu para khutbës së xumas, që çfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që t'i ushqejmë zemrat dhe shpirtrat dhe ta çojmë në vend synimin me të cilin Allahu xhelle xhelaluhu e ka vendosur ditën e xumas. Në vazhdën dhe vazhdimsinë e serisë të cilën e kemi filluar mbi zhvillimet e ditës së gjykimit, sot me lejen e Zotit te bareke ve teala do të vazhdojmë me një stacion të radhës ku Allahu xhelle xhelaluhu na tregon në Kur'an për një pjesë të rrezikshme të cilën do ta kalojnë njerëzit, për një urë të cilën pejgamberi jon alayhi salatu wassalam u ka fol shumë muslimanëve, andaj si kompletim i fotografisë për ditën e gjykimit është e duhur që të flitet edhe për këtë vend stacion të cilin do ta kalojnë njerëzit. Para se me vazhdu tek ura të cilin është e njohur në mesin e njerëzve si ura e Siratit, për të cilin do të flasmi me lejen e Zotit xhelle xhelalu çfarë kuptimi ka dhe çfarë është kjo urë kështu me radhë. Fillimisht nevoja dhe domosdoshmëria e njerëzve që të flasin për ditën e gjykimit është shumë e madhe. Shpeshherë njerëzit ditën e gjykimit apo ditën e llogarisë e shohin të largët, dhe kontributi i shejtanit në cytet e njeriu është shumë i madh, që dita e llogarisë, dita e gjykimit të duket larg, si një gjë e paardhshme, si një gjë e cila edhe nëse vjen, do të vjen me një largësi shumë të cilën njeriu ka mundësi me shfrytëzue këtë hapësirë kohore. Por se e vërteta është shumë ndryshe. E vërteta është krejtësisht ndryshe, nga se Zoti jon te bareke ve teala me kudretin e tij, me ligjin e tij, Zoti jon xhelle xhelalu për ditë, çdo ditë çka ka fal Zoti, çdo javë çka Allahu xhelle xhelalu e ka lënë, Allahu te bareke ve teala zhvendos njerëz nga kjo botë dhe i nxjerr në botën tjetër. Andaj nuk ka dikun në një vend që nuk ngushëllohet me një të vdekur. Pra, ose të ti në familje, ose pak më larg në familje, ose në lagje, ose në qytet, ose nëse jo në qytet, në një qytet të afërt, e nëse jo në një qytet të afërt, në një territor pak më të gjanë i cili është i përbam prej disa qyteteve dhe fshatrave, është e pamundur në ditë mos me vdek dikush. Është e pamundur në ditë mos me vdek dikush, dhe kjo ligji i Zotit te bareke ve teala. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Ar-Rahman, kulle yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allahu është në angazhim. Çdo ditë Zoti jon te bareke ve teala është në angazhim. Meleku i vdekjes çdo ditë e merr dikan. Dhe neve mashtrohemi
derisa të na vjen radha e listës, sikur që mashtrohet i riu, dhe e reja kur janë në shkollë, dhe mendojnë se nëse sot ka pshtue nga profesori, apo nga llogaria, apo nga përgjithësia e mësimit, ai mendon se i ka ikë përgjithësisë. Por se njeriu flet me vetveten, e mashtron vetveten, i pëlqejnë imagjinatat e tij, ndërsa Allahu xhelle xhelaluhu na ballafaqon me të vërtetat, na nxjerr karshi të vërtetave. Andaj e vërteta është se çdo ditë vdes dikush, ose afër ose larg. E me vdek dikush do me thonë me u zhvendos nga kjo botë, për këtë botën të cilën na flet Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Për kësaj pike neve e kuptojmë se rëndësia e ditës së gjykimit, rëndësia e botës tjetër është shumë e madhe, nga se takimi dhe ballafaqimi dhe zhvendosja prej kësaj bote në këtë botë tjetër është shumë i shpejt. Qysh ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahu al-azim. Dhe vërtetën e ka thënë Zoti jon xhelle xhelalu, ku ka thënë për këtë botë, wa mal hayatud dunya, e nuk është jeta e kësaj dynjaje, e cila është shumë e kënaqshme dhe e ndritshme dhe e gjelbërt dhe e përshtatshme për njeriu. Por se Zoti jon xhelle xhelalu na thotë kështu: "Wa mal hayatud dunya." Jeta e kësaj dynjaje nuk është tjetër pos mata'ul ghurur. Është një përjetim kënaqësie mashtrues. Është një përjetim kënaqësie mashtrues. Kështu Allahu e çon këtë dynjë. Një përjetim, një gëzim, një pikëllim, disa qaste, disa emocione, disa angazhime, disa takime, dhe në fund e len. Kështu krejt e kanë përjetu. Ka përjetu, është marrë me këtë jetë, me këtë botë, me kënaqësit e kësaj bote, dhe në fund është përshëndet. Madje, ata që janë përshëndet me këtë botë, janë më shumë se ata që janë tani në këtë botë. Ata që e kanë lanë janë më shumë se ata që kanë mbetë. Me gjithë këta neve mashtrohemi. Andaj për këtë fakte dhe shumë të tjera, neve e kuptojmë se rëndësia e ditës së gjykimit është shumë e madhe. Me qenë afër truri jon, mendja jon, zemra jon, shpirti jon, afër Kur'anit, afër fakteve të Kur'anit, afër lajmeve të Kur'anit, afër dëftimeve të Kur'anit, është prej gjërave të cilat Allahu xhelle xhelaluhu na thret që të jemi në raport të mirë me këtë gjëra. Andaj dita e gjykimit, dita e llogarisë, dita kur Zoti jon te bareke ve teala e ka thujt dita më e madhe ku do të vendoset drejtësia. Dita më e madhe ku do të vendoset drejtësia. Andaj Allahu xhelle wala na e bani neve farz 17 herë në ditë, në mëngjes, në drekë, në qindi, në aksham dhe në jaci, për asë një pjesë e ditës nuk ka mundësi që na me kalu pa thanë Maliki Yawmiddin. Kur e lexojmë Fatihan namaz, thojna Maliki Yawmiddin, ai i cili gjykon në ditën e gjykimit. Andaj dita e gjykimit është prej gjërave të cilat neve duhet të kemi afër vetës dhe të diskutojmë ato dhe të bëjmë debat ato dhe të jenë afër trurave tonë në mënyrë që mos të mashtrohemi nga jeta mashtruese, nga dunjaja mashtruese. Prej zhvillimeve dhe pikave të cilat do t'i kalojnë njerëzit në ditën e gjykimit është edhe ajo e cila quhet ura e siratit. Ura e siratit është e njohur në mesin e besimtarëve, mësohet në gjërat elementare të fesës tonë se njerëzit ditën e gjykimit s'kan mundësi me të i kalu në xhennet pa e kalu edhe një urë të fundit, dhe është ura e siratit. Çka do të thonë sirat? Sirat është rrugë.
na thona ihdina siratal mustaqim, na o Zot në siratin e drejt, në rrugën e drejt. Por se kjo rrugë ndryshon nga rrugët tjera. Ndryshon nga rrugët tjera. Pra, sirat, ura e siratit është një rrugë e hollë, e cila është vendosur mbi xhehenem dhe s'ka mundësi me të i kalu kur kush në xhennet pa e kalu këtë urë. Pra, e vetmja rrugë për të kalu në xhennet është me të i kalu urën e siratit. Dhe për këtë urë ka folë shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zoti jon xhelle xhelalu e ka përmend në Kur'an. Zoti jon te bareke ve teala ka përmend në Kur'an si një urë, si një rrugë e rrezikshme, e tmerrshme, tronditse, nuk kalohet në qetësi dhe rehatinë e xhenetit pa e të i kaluar edhe këtë urë. Andaj sot shkurtimisht me lejen e Zotit xhelle xhelalu do të flasim çfarë është kjo urë. Pse e ka vendosur Allahu këtë urë të siratit mbi zjarrin e xhehenemit, që të kalohet kjo e pastaj të arrihet në xhennet. Fillimisht, të nderuar xhamatli, Zoti jon xhelle xhelaluhu nëse e përcjellet me vëmendje ditën e gjykimit, Allahu xhelle xhelalu në Kur'an na i tregon detalet, imëcit e drejtësisë sa e saj dite. Nga se nga emrat e Zotit xhelle xhelaluhu është el-adl. Allahu xhelle xhelaluhu prej emrave të tij e ka një emër i cili përmbajtja e këtij emrit është i drejti. Ai i cili e do drejtësinë, e do me qenë pesha e hakit, kandari me qenë i hakit. Neve në këtë botë shohmi se njerëzit me padrejtësi kalojnë sirate. Apo sot në këtë botë me padrejtësi kalojnë sirate. Por shembull, pasanikt e kësaj bote, pushtetarët e kësaj bote, i te i kalojnë disa sirate shumë letë. Dhe është sirati drejtësisë. Kur mirët në pytje pasaniku dhe kur vjen muhabet pasaniku, apo ai cili ka forcë dhe dëshiron njerëzimi me ja vendos një parim të drejtësisë, me kthi një zullum, ai kalon siratët letë. Ai kalon siratët letë. Pak pare këtu, e pak pare atje, e pak njoftësi atje, e pak autoritet nga ana tjetër, te i kalon sirate. Pra smirët llogari, nuk mirët llogari. Andaj në këtë botë kalohen sirate padrejtësisht. Sot njerëzit hajnë padrejtësisht, arrin pasuri padrejtësisht. Ka një njeri në dunja, ka pare, sa se di vetë sa ka. Nuk e di sa ka. Dhe ka emosione, ku dalin dhe flasin, sa aj, njeri i pasur thot, mu nuk më intereson sa i kam parët në bankë. Se për mu pale nuk e kur gjo. Për mu pale nuk e kur gjo, se ka shumë me bollok. Dhe gjejmë nga ana tjetër njeri i cili e zgjat dorën për kafshatën e gojës së tij. Ka njerëz të cilët zgjatin dorën për veçmbathjen e tyre, për kulmin e tyre. S'kan mundësi me siguru një kulm, një sofër të thjesht. Dhe këto dallime janë në këtë botë. Këto dallime janë në këtë botë. Ka njerëz të cilët harxojnë ditë sa i harxon dikush në 60 vjet. Dikush sa i ka harxhu për 60 vjet pasuri, në ditët e tij, në hajet dhe pijet e tij, dikush i harxon për një ditë. Dhe këtë kjo ndodh në këtë dunja. Pra në këtë dunja kalohen sirate padrejtësisht. E Allahu xhelle xhelaluhu ka vendos një sirat të cilin zullumqarve dhe të padrejtve dhe hipokritve nuk i lën me kaluar. S'ka mundësi me kalu. E shumë prej tyre as nuk do të vendosën fillimin e urës me provubës për kalojnë. Shumë prej njerëzve të cilët Allahu xhelle xhelaluhu ka treguar në Kur'an, ata as nuk do ta kenë mundësinë dhe shansin që të vendosën fillimin e urës, provoni mos pe kaloni.
Çfarë zullum që kanë bë, çfarë padrejti që kanë bë, Allahu nuk ja lën as mundsinë me e provue. Andaj fillimisht e ka vendosur Allahu këtë sirat për mi tregu njerëzve që kanë kalu shumë sirata padrejtisht, që Zoti jon xhelle xhelaluhu është i drejtë. Andaj ta kuptojmë se Allahu e ka vendosur këtë sirat. Fillimisht e ka vendosur Allahu xhelle xhelaluhu këtë sirat për me tregue drejtësinë e tij ndaj çdo kujt i cili siratët e kësaj bote i ka keq përdor. Rrugët e kësaj bote i ka keq përdor. Andaj të ndëruar xhamatli, kjo punë është e madhe. E duhet mirët me seriozitet. Pejgamberi alayhi salatu vesselam kur ka folë për siratin, që çdo ta shohmi, na ka tregu lloj-lloj skenash për lloj-lloj njerëzish, të cilët disa do ta kalojnë më shpejt, e disa pak më ngadal, e disa zvarr, e disa duke u zhague në përkambët e tyre, duke u coptue, duke ra, e duke u qunë kave prap duke ra, vetëm e vetëm që të kalohet sirati, i cili është kushti i fundit për me kalu në xhennet. Allahu xhelle xhelaluhu në surën El Hadid thot Allahu tebareke ve teala në ajetin 12 dhe ajetin 13 nga surja El Hadid: Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Thot Allahu Jelle Jelalu në surën El Hadid ajeti 12: ditën kur isha besimtarët dhe besimtaret gra, bura dhe gra besimtare, yes'a nuruhum bayna aydihim. Kanë thënë komentatorët e Kur'anit, është të folë Allahu për kalimin e siratit. Ajeti i 12 i surës El Hadid thot Allahu Jelle Jelalu: ditën kur do t'i shohësh besimtarët dhe besimtarët ku me dritën e tyre ecin, ku ecin, e kalojnë siratin. Thot Allahu Jelle Jelalu: nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Thot Allahu Jelle Jelalu: kanë dritë për para dhe nga të djathët e tyre, pra shofin para dhe kanë nga e djathët e tyre dritë. Thot Allahu Jelle Jelalu: bushrakumul yawm, bushrakumul yawm. Thot Allahu Jelle Jelalu: urime dhe e gëzofshi sot ju xhennetin. Pra Allahu Jelle Jelalu besimtarëve dhe besimtareve duke e kalu siratin, flet Allahu për të devotshmit, të cilët Allahu i ka bo kabul dhe makbul. Allahu na bo prej tyre, ku Allahu Jelalu thot: bushrakumul yawm, e gëzofshi sot. Dhe besimtarëve në këtë botë, në shumicat e rasteve, nuk ju thotë e gëzofshi, po ju thotë dikuj tjetër. Zakonisht besimtarët në këtë botë torturohen dhe kanë sakrifica shumë më shumë se njerëzit të tjerë, dhe shumë më shumë ju shtihen të drejtat, dhe u manipulohen, dhe u mjegullohen informatat. Do t'ja uapmi sot e nesër e mas nesër e shkojnë sheku i e kështu me radhë, po kjo nuk është problematik përveç për njerëzit të dobët me iman. E ata të cilët e kanë kuptu jetën e kësaj bote, atyre nuk ju vjen shumë keq, nga se ditën e gjykimit shumicet se atyre që ka ju kanë thonë e gëzofsh në këtë botë, si ju thuhet në atë botë e gëzofsh, s'kanë që ka me gëzue. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në Kur'an për ata të cilët e kanë gëzu këtë botë: wastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim. Thot Allahu Jelle Jelalu për ata që ka i kanë gëzu këtë mirat e kësaj bote, s'kanë kur gjatë që ka ju duhet atyre. Tha Allahu Jelle Jelalu: atyre ju thojnë atë ditën e kiametit, ditën e gjykimit në sirat, e do tjerë para siratit: istamta'tum bi khalaqikum,
Ju i keni shfrytzu këtë mirat. Kretë mirat çka i kanë vendosur në këtë dunjë, ju i keni pas. E din ata çka i kanë. E din ata çka i kanë. Sikur që para juve ka pas plot që i kanë shfrytzu të mirat e kësaj bote. Që do me thanë, i kanë shfrytzu kretë mirat dhe s'kanë qenë falëndërues. Dhe nuk e kanë njohur Zotin e vet, dhe ja u kanë hangër të tjerëve. Nga se nuk ha dikush tepër, vetë sa të hangë llogarit dikuj që ja ka morë padrejtisht. Nuk ha dikush tepër, vetë sa të hangër dikuj në shka du të me hangër aj tjetri e kja ka morë, Zotin arrujt. Andaj djetarët kanë dhanë, aj cili nuk e jep zeqatin, atë hangë pasurin e ti padrejtisht. Dikush del një meqëm dhe thot, që shjo padrejtisht, kush ka punu? A unë e kam punu a fukaraja? E po që Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, ketë pasurin që e ki fitu me durët e tua, së e jotja. Ta kthejmë zjarë ditën e gjikimit, Allahu në ruajt. Pse valë? Nga se ti nuk mundësh me komentu dhe me shpjegu dhe me logarit as pasurin tanë që ishdo ti, po ta logarit që ishdo naj që ta ka dhanë. Andaj, Zotë i Gjelle Gjelaluhu thot besimtarve në urën e siratit, ku Allahu thot, bushraku muljon, e gzofshi. Pasaj thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, gjennetun të gjirimin të ahti al-enhar, gjennete të cilat kanë lumej nën ta, kanë lumej nën ta, khalidine fiha, jeni aty për gjithmon, sikur që i shofmi njerëzit duke fol në këtë bot, ardhmoria, e ardhmja e rinijës, e ardhmja e të rejave, por a e gjeni di kanë të folë për ardhmërien e ahiretit. A e gjeni di kanë të folë për ardhmërien e ahiretit. Mundohen me ja u shpjegu të rive të rejave ardhmërin, të cilën pleqët thojnë nuk është ardhmëria jo. Ja ne e kena mri qëtë ardhmëria cila ju për folni ne e kena mri, s'ka ardhmëri në këtë botë. Ardhmëria është në ahiret. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu ardhmëria quan kanë. Wa inna ad-dara al-akhirati la hiya al-hayawanu law kanu ya'lamun. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, thot, dhe vetëm jeta e ahiretit është ardhmëria. Law kanu ya'lamun. Mu kanë që di njerëzit. E tash Allahu na sfidon, a dina as dina. Allahu thot, dara al-akhira, veç ahireti është ardhmëria. Pa ardhmëria ahiretit do pun, do angazhim, do takvallok, do namaz, do agjerim, do zeqat, do haqj, do milan haramët, do milan këqijat, do në melan zilijen, mendimalësien, kryelarësien, do në melan gjdo bërlok të zemrës dhe t'jashtëm. Kjo ardhmëria. Andaj thot Allahu te bareke ve teala besimtarve, e gëzofshi ardhmërin për gjithmonë. Kjo është ardhmëria. Pastaj thot Allahu Gjelle Gjelalu, dhalike hua l-fawzul adhim, që kjo o me fitu shumë, sot njerëzit i thojnë atyre të cilët pavarësisht a fitojnë me dignitet në këtë botë apo pa dignitet, u thojnë e gëzofsh pas ke fitu. S'ka në botë fitim, në këtë botë s'ka fitim, në këtë botë fitimi është vetëm llogari. Pra kur dikush ban punë të mira i thojna inshallah ki me fitu. Ama me fitu, s'ka në këtë botë me fitu. Allah nuk ja ka shkrujt fitorën këtë botë kërkujna. Me pas fitu dikush, ja ki shqujt Muhammedit alayhi salatu e selam. Por ati i tha, inneke me jitun, ti ki me vdek. O innehum le me jitun, edhe ketë pas ti kanë me vdek. Andaj fitorja është në ahiret. Fitora është në ahiret. Edhe dhe Allahu Gjelle Gjelalu dhalike hua l-fawz, që kjo o me fitue. Allahu në both me fitu qështu. E jo që shiminoj njerëzit shumë fitore. Sot njerëzit komentoj një shpit mirë fitore, një pun të mirë fitore, një komoditet fitore, një vetur luksoze fitore. Por ata harojnë se edhe Karuni ka pas qëto, edhe Firauni ka pas qëto, edhe Hamani ka pas qëto, edhe Ebu Gjehli ka pas qëto, edhe shumë kafiran këtë boti kanë pas qëto, kanë pas shpia dhe pasuri dhe komoditet dhe familjet mëdhoja,
dhe kanë pas pushtet madh. E Allahu Gjelle Gjelalu çka thot në Kur'an për ta? Fa ahlaknahum, krejt helaç i kena bo. Në ajet tjetër thot Allahu Gjelle Gjelalu fa dammarnahum, i kena godit në ata. Në ajet tjetër thot Allahu Tebareke ve Teala fa akhadhatuhum as-sayha, ata i ka marrë një brit me madhe. Pra ata kur ju kanë ardhur pejgambert, ka thënë kush jeti? A ki pare sana? A ki pushtet sana? Pejgamberi ju ka fol kadale. Pejgamberi ju ka fol me gjuhë të butë. Ja qaumi, ittabi'ul mursalin. Ju kanë thënë njerëzit, o ju njerëz, ndjekni pejgamberët me të butë, me fjalë të buta. Por ata s'kan marrë vesh me fjalë të buta, e Allahu thot, e kur s'morën vesh me fjalë të buta, na e shlum një brit të madhe, e ata metën shtangt. Andaj mos ta prit na brit më në meleku të vdekjes, po të morë në mësim kur e lexon dikush Kur'anin kadale. Ta morë në mësimin kur e lexon dikush Kur'anin kadale, me zot mirë, para se me ardh koha kur duhet me morë vesh me brit më të mëdha Zoti na rujt. Andaj shumë njerëz kanë pas pasuri, por s'quhet që kanë fituar. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelalu, dhalike hua al-fawzul adhim. Kjo është fitoria e madhe. Pastaj thot Allahu Tebareke ve Teala, yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lilladhina amanu unzuruna. Dhe ditën kur thojnë hipokritët dhe hipokritet gra, lilladhina amanu, kur t'ju thojnë besimtarve, undhuruna, këshirni kana, në këtebis min nurikum, të mormi pak nur prej juve. E tani këtu është sikleti i madh. Sikleti atyre që kanë kalu, s'ka siklet për ta. Ata që të kalojnë shpejt. Sikleti është për këta të cilët prej përjasht janë ndokë se janë musliman, dhe gadrëcia e Zotit është që krejt qka e kanë shfaq vetën musliman, Allahu thot që bojrëm të ura, kalone. Andaj s'ka fitoren këtë botë, fitorja në akiret. Allahu na mundsof me fitu atje. Andaj kush do që mundohet me mendjen e vet, me e mashtru Zotin e vet, le t'i bjere vetës mas, le t'i bjere mendjes mas, le t'i bjere llogarive të veta pas. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, ditën kur munafikët dhe munafikët i thojnë besimtarve, këshirni kana, nga sa ata kanë drit e këtëre ju shukët drita. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, undhuruna në këtebis min nurikum, këshirni kana të morna prej dritës juve. Qila rgji'u, u thuhet atyre, këthenu pas. Ku pas? Qila fit dunja, ju thuhet këthenu në dunja. Këthenu dunja të ardhmëria juaj, të progreset juaj, të zhvillimet e juve, të pasurit e juve. Irgji'u, këthenu mas mërë në dritën. Ku mu këthije? Kush mundet mu këthi prej atje? Kush mundet mu këthi prej atje? Andaj Allahu Gjelle Gjelalu na bjen skena të akiretit që me mendu mirë, që me përdor logjikën mirë, që me i ra vetës llogarit tamam që shduhet. Thot Allahu Tebareke ve Teala, irgji'u wara'akum faltamisu nura, kthenu pas dhe kërkoni dritë. Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab, atëherë mes tyre, pra mes dritës e cila kalojnë besimtarët dhe hipokritëve, vendoset një mur, batinuhu fihi rrahme wa dhahiruhu min qibalihi l'adhab, e mbrëmshmja e tij është rahmet, ndoshta prej përjashtë është azab. Kjo është momenti ku dietarët kanë thënë Allahu në Kur'an flet për urën e siratit. Ndërsa pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka tregu llojet e njerëzve në varësi prej punëve të tyre, të cilët do t'i kalojnë me punët e tyre urën e siratit. Pejgamberi alaihi salatu wassalam thot: "Fayamurru al-mu'minuna kat-tarfi al-'ayni wa kal-barqi wa kar-rihi
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të ketë nga besimtarët të cilët do ta kalojnë siratin ke barqil ain, sa ndriçimi i syrit, sa lëvizja e syrit, shpejt. Nga se punë i kanë pas të mira, shpejta. I janë përgjigjë Allahu xhallahu ala shpejt. Andaj kalojnë ta shpejt. Kjo është lloji i parë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ka prej tyre të cilët kalojnë si vetëtima. Vetima e shpejt. U ndriçon rrugën shpejt dhe kalojnë. I pari është më shpejt. Sa lëviz syri, sa çorpikun ti nuk e vëren, kalon. Pastaj sa vetëtima. Vetima është e shpejt, mirë po ndriçon shumë. Ndriçon hapësirat mëdha, andaj kalon shpejt si vetima. Pastaj do të pejgamberi alayhi salatu selam, wa karrihi, ka dikush kalon si era. Vetima është më e shpejt se era. Era vjen në dozë më të vogël, por është shumë e shpejt. Andaj disa kalojnë sikur era. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, wa kat-tayri, dhe do të ketë disa njerëz do ta kalojnë urën e siratit si zogjt, të cilët kalojnë jo me shpejtësi të madhe, por me një siguri, sikur zogj. Andaj Allahu xhelel xhelalu veprat e njerëzve atë ditë do t'i shndron në çfarë? Në shpejtësi të kalimit të urës së siratit. Që do ta shohmi dikushtet themelore për me e kalu siratin. Dikushtet themelore për me e kalu siratin. Tjetra, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa ka ajawidil khayli. Ka thënë alayhi salatu wassalam, pas atyre si zogj do të ketë disa të ta kalojnë urën e siratit si kuaj nga lloji më i mirë. I thojnë kalit në gjuhën e arabëve gjihad, ai kali i cili kalorohet me ta dhe është i lehtë në kalorim. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, do të ketë disa do të kalojnë me shpejtësinë e kalit, mirë po nga lloji i mirë. Tani fillon me u zbe shpejtësia, por se këta kalojnë. Pastaj do të pejgamberi alayhi salatu wassalam, warrikabi, dhe disa do të kalojnë me shpejtësinë e devës. Devja është më e ngadalshme se sa kali. Mirë po është prapë se prapë e shpejt. Dhe disa njerëz kur e kanë komentuar devën, kanë thënë deveja në fotografi të lëvizjes së saj të jep sure që ashtu të jep pamjen se është të lëviz ka dale. Por nëse e merë në tërësia jo kalon shpejt hapësira, nga se hapat i ka të mdoj. Andaj Allahu xhelal është betu në devën në Kur'an, e fela yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Në ka thënë Allahu xhelal në Kur'an, a nuk peshofin devën që është krijuar? Devja është krijimi i Allahut i hatashëm. Andaj Zoti jon te bareke ve teala në ditën e gjykimit, varësi prej veprave i shndron në takat e fuqie, shpejtësie për të kaluar urën e siratit. Pastaj do të pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe disa prej tyre do të kalojnë duke shkuar zvarr. Dikush as si syri, as si vetima, e as si zogu, as si kali, shpejtësia e kalit, as si devja, por zvarr. Gëse veprat i ka pas zvarr, që do ta shohmi. Ka thirr dreka në 12, i qinia në 3, drekën 5 minuta në 3. Tani atje i shëndrohet këtë takat zvarr, nga se qështu i kalon veprat Zotin arrujt. Andaj, qysh i ke pas shpejtësit e veprave të mira dhe të farzeve në këtë botë që ashtu shëndrohen atje. Andaj, mështuj atje pse s'po punoj ka, se s'po hec ma shpejt, ti e di shumë mirë e di qysh e ke bo këtë punë. Andaj, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fanajim musallem, ka prej tyre edhe zvarr, po pështojnë diqish. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa makhdushun mursal, e dikush grithët. Nga se Zoti jon xhelel xhelaluhu ka vendos
mbi urën e siratit diçka që i ka thujt pejgamberi alayhi salatu selam kellalib, i thoi një lloj mjeti i cili është hekur kështu i thyer, i cili merr me veti, por nga zjarri i marum, nga zjarri i krijum. Pra Zoti jon xhelle xhelalu e vendos urën e siratit mbi xhehenem dhe thot, kejt që kanë me kalu në xhennet duhet që këndej me kalue, dhe xhenemi është i hidhruar. Thot Allahu xhelle xhelalu në surën El Furqan, temayyazu min al-ghayr, takadu temayyazu min al-ghayr. Gati xhenemi do me plas pi inatit. Çfarë inati ka xhenemi atë ditë? Xhenemit i vjen inati. Njani i cili ka bo gjunah Zotit këtë bot, e aj mustamore pak të preke për hirtë Zotit vetë xhelle xhelaluhu. I vjen inati dikush me kalue, nga se s'ka rob që s'ka bo gjunah, s'ka rob që s'ka bo gjunah, kejt rob kanë bo gjunah, edhe takvalit më të moj e kanë një taksir, një mangësi. E xhenemi Allahu xhelaluhu thot, i vjen inati mos mi mor krejt. Andaj Allahu xhelaluhu vendos disa tërhetse. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, wa makhdush, ka dikush preket për kësaj, po me gjithë se preket të i kalon. Pse preket? Për mi kalzu që për pak je kontu duke u shkatrue, por disa veprat mira kanë të i kalue. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu selam, wa makdusun fi jahannam, e ka për i tyre bin poshtë. Allahu na rujt. Pse? Nga s'ka takat me të i kalue, s'ka takat me të i kalue. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin të se ne kanë dhënë Imam Buhariu, ku e pyetin pejgamberin alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, e ti ku je këtë ditë? Shiko, sahabët e dinin se ai i cili ka autoritet atë ditë të marrë prej Zotit, me lejen e Zotit dhe rizallakun e tij, është Muhamedi alayhi salatu wassalam. A i dhanë, ja Rasulullah, këtë ciklet madhë, këtë tërtur të madhe, këtë azap madhë, ti ku ije? Tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, fe e kunu, une jam andej siratit, i kalum. Pejgamberi alaihi salatu wassalam kalon andej siratit dhe qfar? Dhe lutët te Allahu që umeti ti ta kalon. është duke ba duat e Zotit vetë xhelle xhelalu që umeti ti ta kalon kanë siratin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe në momentin ku ai Allahu ja mundson me të i kalu pa kur far problemi, por ai zemra ti nuk është si zemra njerëzve. Andaj tha Abdullah ibn Mas'udi kur u pyet pse Allahu e ka thënë Muhamedit te arabt, kur hinën do musliman për jo arabëve pyetshin pse Allahu e zgjidhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pse e zgjidhi Muhamedit alayhi salatu wassalam? Abdullah ibn Mas'udi tha fa inna Allaha nadhara ila qulubil ibad, Allahu i ka këshir këtë zemrat e robëve, fa wajada qalba Muhammedin atyaba qalbin, e ka gjetë zemrën e Muhamedit, zemrën më të mirë që ka ekziston. E dikush apo pyet, edhe pyet, o gjo, pse të arabt? Pse pi arabëve? Pse jo pi evropianëve? Pse jo pi afrikanëve? Apo Abdullah ibn Mas'udi tha pse? Sepse Allah i ka këshirë zemrat e kitë njerëzve dhe e ka gjetë zemrën më të mirë, zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka bo pejgamber. E si dush me këshirë këtë mirësi këshirë e tash, thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, unë e kam të i kalue, por jam të lutë Zotin mi të i kalu Allahu umetin tem. Dikush mu pas kanë që kishtë tonë, unë e pështova këto qërë, qka dojnë e të bajnë, apo? Që ishtojnë shumë në këtë botë, unë e jam mirë, qka du një bani? Në të kalët dunjaja Allah musëm ka prek zjarëmi, apo? E për që ata nuk i ka bo Allah njës kejtë pengambera, nuk i ka bo Allah njës pengambera, se e kish kalu siratin e i kish la njërzit. E Muhamedi a.s. tha, jo, pse kum kalu në, e kam gajle Allah, e kam gajle umetin tem. Andë ta pengamberi a.s. ma dje lutje gjithë pengamberve atë ditë do tjetë, Allahumme sellim, Allahumme sellim. Këtë pengambert kanë mu lutë,
Në kryet tëre Muhamedi alayhi salatu selam, deri te Ademi alayhi salatu selam, kanë me thonë, o Zot shpëto. O Zot shpëto, nga se është krizë e madhe. Është krizë e madhe. Andaj, ata të cilët i kanë kalu siratët në këtë botë me padrejtësina, me zullume, me korrupsione, në të drejtat e njerëzve, duke i shkel meritat e njerëzve, duke i shkel hakët e njerëzve, a ditë kanë pak më vështirë. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në Kur'an se ata të cilët janë duk musliman, po s'janë kanë tamam çish duhet me zemër. Çka thojnë? Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat. Ditën e ku është kjo ditë? Nur Siratit. Nur Siratit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fayatba'u kullu qaumin ma'budahu. Çdo popull i shkon mas atij çka e ka adhuruar. Ajo ditë është shumë e drejtë. Ajo ditë është shumë e drejtë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithi që ka dhënë Imam Buhariu, çdo popull i shkon mas ka dhe ka adhuruar. Ha? Ti ka një fort, i thojnë dikujna. Atje në dunjove që i shos shepun shumë shpejt, veç i thojnë dikujt, shkoti atje se une e kam atë njerin, se këtu s'po mund është me bahe. Se këtu nuk e ki babalartë e tu, as kusherit e tu, e as të nderat e tua, e as fuqit e tua, tani që të veprën, e ki veprën ajo, e ki imanin ajo, jo, fe makhdushun makdus, të të pejgamberi alayhi salatu wasallam, i gridh ben xhehenem, e kapin ato hekurat e zjartat të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj ti bim vetës mas, ti logaritmi vetët tona, ti bojmi do kalkulime atë dit ura e Siratit, qysh do të kalojna, dhe ngelet të flitët se cila është fuqia me të cilën kalot ura e Siratit. Ura e Siratit kalot me di fuqi, me shpejtësi të veprës dhe me nur e cila të ndryshon rrugën. Çdo kush i cili është i shpejt punë të mira dhe është nga zemra e tij sinqert, e cila i jep dritë kësaj vepre, e kalon me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu urën e Siratit. Kjo është shkurtimisht për urën e Siratit, ndërsa në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam i gjeni detalet edhe më të shumta. Ne elusmi Zotin ton te bareke ve teala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ban musliman prej brenda dhe prej përjashtë. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu Gjelle Gjelalu ti pastron zemrat tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu Gjelle Gjelalu na ban me vepra të mira dhe vepra të bëme kabul. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu Gjelle Gjelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mbulon, fuqarat Allahu të pasuron, pasanik Allahu të ban fisnik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.